Në New York, studentët e Montclair University, talent pasion për muzikën shqiptare. Studentët e Universitetit Shtetëror të Montclair kanë treguar dhe këtë vit pasionin dhe talentin e tyre të jashtëzakonshëm me muzikë dhe këngë përmes ansamblit shqiptar që ligjërohet prej 12 vitesh në këtë universitet. Ata kanë shfaqur aftësi të larta artistike dhe dashuri për kulturën muzikore shqiptare. Semestri i vjeshtës shënon vitin e 12 që programi i ansamblit shqiptar drejtuar nga Arif Hyseni funksionon në Montclair, duke bërë një platformë të rëndësishme për studentët muzikantë e këngëtarët e talentuar që zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të promovojnë muzikën shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Ky ansambël jo vetëm që ndihmon në ruajtjen e promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare, por krijon edhe një lidhje midis muzikës, edukimit dhe komunitetit. Për 12 vitet e fundit, çdo gjenerat ka kontribuar në pasurimin e repertorit dhe në rritjen e nivelit artistik të ansamblit, duke bërë që Montclair të njohë muzikën dhe traditat shqiptare përtej Atlantikut.